Miqtë News, përshëndetje. Në vim qëndrojmë së bashku për cilin informacionin e fundit patjetër e gjithçka do të ndodhë në këto minuta ankoh reale. Në një konferencë për mediat këtë të mërkur, përfaqësuesi kryesor i delegacionit Parlamentit Evropian David McAllister foli për pikat kryesore që ai mendon se duhet të vlerësohen nga politika. McAllister theksoi se vizita vjen në një moment shumë vendimtar për Shqipërinë, ndërsa vendi ka hapur grup kapitullin e fundit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe pret raportin e vlerësimit të progresit të saj. Ai përmendi 3 pika themelore që duhet të respektohen në procesin e integrimit. Lufta ndaj korrupsionit, duhet të ruajtur ritmin në luftën ndaj korrupsionit. Shumë është arritur, por ende jo në nivelin e kënaqshëm. Në raportin e tij, Shqipëria ka rënë me 9 vende, thot ai. Është e rëndësishme që sistemi i drejtësisë të plotësohet me staf dhe të mos bëhet nëm presion, por politika duhet të jap shembullin e vet dhe ta mbështesë këtë proces. Reforma zgjedhore është një nga pikat që ka përmendur ditën e sotme. Dëshirojmë të shohim një reformë zgjedhore reale, të bëhet në kohë, të jetë gjithëpërfshirëse dhe të plotësojë rekomandimet e OSBE-Odirit, mbështetja e institucioneve dhe procesit të integrimit. Procesi i zgjerimit është një proces i bazuar mbi meritën, secili vend vlerësohet në bazë të përmbushjes së kritereve, por jemi të shqetësuar për polarizimin politik në vend. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci funksionale. David McAllister foli gjithashtu edhe për takimet e tij me opozitën shqiptare gjatë vizitës në Shqipëri. Ai tha, ne kudo kemi shkuar, kemi takuar përfaqësues të opozitës, edhe në Shqipëri kemi takuar zotin Bardhi, zonjën Tabaku dhe zonjën Vokshi, por nuk do të takohem me Berishën. Pas kësaj konference do të nisem direkt në aeroport për të kapur avionin për në Frankfurt. Përfaqësuesi kryesor i delegacionit në Parlamentin Evropian dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ju përgjigjen gjithashtu edhe pyetjeve mbi çështjen Balluku. McAllister theksoi se vizita e tij vjen në një moment të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në BE, por kur u pyet për emra dhe detaje konkreta, ai tha, sigurisht që kjo temë është folur, por unë nuk mund të jap komente për çështje dhe emra konkret. Jam në dieni të kësaj çështje, por është një çështje që nuk ka të bëjë vetëm me aspekt ligjore, por edhe me dimensionin politik, tha McAllister. Pas tij foli edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato. Ne kemi ndjekur nga afër të gjitha nismat e qeverisë që kanë të bëjnë me shtetin e të drejtës. Kemi shqetësim që mos të preket reforma e drejtësisë e vitit 2016. Presim që të konsultohemi për këtë nisëm, ka përfunduar ambasadori i Bashkimit Evropian.